Ju përshëndes të gjithëve miq të RTS2, do të shijojmë së bashku përballjen mes Teutës dhe Vorës, ku është sigurisht shumë e vështirë për të bërë parashikime në një duel vërtet shumë interesant kësaj jave tretë të Biznes Superiore që përmbyllet me sfidën tonë dhe paralelisht në RTS Sport me Elbasani Dinamo. Teuta me presidencën e re të zotit Fatos Troplini me shumë ndryshime, ja tek është në ekran presidenti Troplini, po ashtu dhe presidenti Xhabafti i skuadrës së Vorës, por se ngjitur në superiore dhe vjen pas një rezultati vërtet impresionues 3-0, duke mundur Tiranën, skuadrën më të titulluar në vend. Ndërsa për Teutën kjo është përballje e re me tifozët e përballje e parë me tifozët e saj, me fytyrën e re Teuta. Shumë ndryshime, goxha atmosferë sot në Niko Dovana, pothuajse gjitha e mbushur tribunën kryesore. Daniel Vrapi, gjyqtar kryesor i kësaj sfide, ndihmuar nga Arbër Zalla dhe Ergjus Spahiu, dy kapitenët, Ruçi dhe Kotobelli. Kapiteni i parë është Tabaku tek Vora, por për shkak të një dëmtimi e nisot nga stoli Krishtin Barjamaj në sistemin VAR, ndihmuar nga Ermis Shelaj. Gjyqtari i katërt Eugene Xhaja në këtë duel mes Teutës dhe Vorës. Vendasit vinë me këtë formacion me dy ndryshime, njëri detyruar dhe tjetri zgjedhje e tekniku Dobi, me Selmanin port, Doka, Zhongo, Kotobelli dhe Përgjoni katërshja e mbrojtjes, Toli, Maçolli dhe Fadajro në sfush, Vidal, Gonzales dhe Muço Boçi treshja e sulmit. Skuadra e Teutës, Vidal është risia, Beshira i është ulur në stol, ndërsa Zhongo zëvendëson të dëmtuarin Yazgji. Në krahun tjetër, skuadra e Vorës nuk ndryshon asgjë nga ajo fitore me Tiranën. Vjen me Ruçin port, me Zunon, Shehin, Repajin dhe Vrapin, katërshja e mbrojtjes, Fazlagiç dhe Dalipi, dyshja përpara tyre, Patrik Bardhi, Bernard Karrica dhe Jirgi Kasalla mbështesin në majën e sulmit Luis Felipe. Në plan i parë për arkitektin e kësaj skuadre, Arjan Bellaj, 54 vjeçari, në dy duele me Teutën, ka dy barazime gjatë kohës si ai drejton të skuadrën e Bylesit, ndërsa me homologun e tij Enkelej Dobi janë përballur vetëm një herë dhe është një fitore e Dobit kur ai drejton te Kuksin dhe Bellaj Bylesin fiton te Kuksi i Dobit 2-0. Kjo është përballja e dytë mes teknikëve në superiore. Tifogrupi Ultras djemtë e detit ka nisur dhe me shumë pyroteknik për të karikuar dhe më shumë Teutën në prag startin e kësaj sfide që nis tani me sjalizimin e Daniel Vrapit. Me njëherë Kotobelli kërkon topin e gjatë përpara që largohet nga shtatlati Dajan Shehi. Topi kthyer shumë prapa tashmë deri tek Selmani. Zhongo. Përpos shumë ndryshimeve me trajnerin e ri, Teuta ndryshon dhe skemën pasi prej shumë kohësh, për një kohë të gjatë, kemi parë luaj me 3 gjatë kohës që drejtonte Edi Martini, por dhe gjatë muajve të fundit sezonit kaluar ku zëvendës trajneri Hoxho ishte ai që u bë trajner i parë dhe ja doli ta shpëtonte Teutën nga rënja një kategori më poshtë. Me trajnerin e ri vjen dhe një sistem tjetër loje ku duhet përshtatet një pjesë e pakët, duhet thënë, nga formacioni titullar i Teutës së sezonit kaluar. Ka shumë ndryshime, Selmani është afrimi i kësaj merkatoje, Doka po ashtu, Përgjoni në mbrojtje, Ardi Toli po ashtu dhe dy sulmuesit Vidal dhe Gonzales. Këto kombinime pretendon për një faull, Joel Maçolli në fund kërkoi dhe këndore, nuk ishte ati mendimi. Gjyqtari anësor, do të kemi vetëm rivënie fundore. Dajan Shehi
Rrit mesi fushës, nuk e uli siç duhet Patrik Bardhi. Rivënia ansore që i përket miqve. Rivënia e gjatë këtu me kokë Kotobelli. Dhe duhet spostohet pak metra më tutje tjetër Rivënia ansore. Ka faull dhe Shmansul. Zhongo. Kraun e djathtë Albi Doka. Bacholli. Edhe njerë prapa. Tu përvohet kjo zhvendosje lojës në të majtë ku Përgjoni e mbriti topin, por nuk mundi dot ta mbante brenda vijave. Fort të shmurja brenda vija me kokë Rebaj. Kotobelli në kraun tjetër. Vidal. Ndoshta kishte mbetur shumë prapa Doka. Nuk e vuri re mirë pozicionimin e tij Igor Vidal. Vrapi Rivënia ansore prapa. Të kombinimet mira të Vorës. Garrica. Luis Felipe. Topi humbur kërkon të përfitoj skuadra e Teutës me Maçollin, por pasimisht jo siç duhet i Luis Felipes. Këtu është përpara Bardhi, është i shpejt, por e mbyll sakt Florian Përgjoni. Tjetër top i rëmbyer me Tolin që është përpara. Fadairo. Prapa përvoj ta kthente për Vidal, jo siç duhet, gjithsesi Joel Maçolli. Edhe një herë Igor Vidal është futbollisti më shtrenjtë i Teutës, paktën sipas Transfer Market, me 500.000 euro vlerën e kartonit. Topi kthyer shumë brapa tek Maçolli. Toli. Fadairo. Vështirësi. Në mbet topin Teuta. Dajan Shej. Bardhi e kthen prapa tek Zuna. Edhe njëherë Patrik Bardhi.
Shej që nuk gjen do t'i kë mirë, gabon duke dhuruar këtë rivën janësore. Për Gjoni. Lëryrje e sakt aty e Kasalës. Pasimi më në qendër. Faz Lagic. Topi gabuar i tij. Qetësisht Selmani drejt Albidokës. Ka një faul ndaj Dokës. Maccioli. Për kombinime gabon dhe njërë Gonzales. Provon dëshmëvora, ky pasim drejt bardhit i vëmendshëm për Gjoni. Kasalla provon më pas mes dy ushtarëve. Ka shkaktuar faul ndaj Tolit që nxiton për të nisur më njëherë Joel Maccioli. Kotobelli. Pasimi i lexueshëm i tij me zonën më pas që ndalet nga Boçi, rivën janësori i përket të Utës. Do kombinimet mira për Gjoni, provon nisë Boçi në pozicioni momentalisht i rregullt të Boçi, i vetëm me portierin Boçi! Çfarë pritje! Shkëlzen Ruçi, ka qenë gjithçka e rregullt. Çfarë shpërdoronte Uta, vijon aksioni me Sebastian Gonzales. E mbron mirë topin. Dhe dalje të zonës tashmë ka humbur befasia. Çfarë shansi për Boçin. Super shërbimi për Gjonit. Zhvendoset loja të Kotobelli. Shtyn vetë përpara kapiteni. Boçi. Maccioli çekullon mirë topin te Uta. Zhongo. Toli. Vidal. Edhe një rej. Mucho Boçi. Sërish të Igor Vidal. Pasimi drejt Gonzalesit, Fadajro provon, por mbyllet sakt nga Repaj. Shumë i fortë i pasimi zonës, por gjithsesi provon Luis Felipe dhe në fund ka një përplasje, faull në sulm. Sipas gjyqtarit Vrapi, e ka marrë përpara Kotobellin. Edhe një reaksioni, dukshëm i rregull pozicionin. Të dy mbrojtësit e fundit e kanë mbajtur në linjë. Çojë lëshmon sërish skuadra e Utës, ka një faull. Dhe kartoni verdh për Kevin Dalipin, i pari ndëshkuar minutën e 12. Lëvizje e bukur e Boçit. Dukshëm faulli nga prapa, duke ndalur një aksion premtues. Një distancë jo dhe aq e largët, ku mund provohet edhe porta sigurisht. Vendos 4 lojtarë në murin mbrojtës Shkëlzen Ruçi.
Tek topi janë Toli dhe Vidal. Arkimi i Vidal drejt shtyllës dytë me kokë goditja, shkon jashtë. Ka mbetur dhe i dëmtuar për Gjoni. Top drejt Karricës mbyllet sakt. Nga mbrojtja e Teutës, më pas Selmani shkelmon drejt mesit fushës. Topi kthyer dhe një prapa tek Ruçi. Vërshësi Luis Felipe. Topi rikuperuar mirë nga Vidal. Shkurtëzi luan me Tolin. Tashmë vendos në krahun e djathtë tek Fadairo. Edhe një Vidal. Doka. Shek Kotobellin tërësisht të lirë. Vjen nga distanca e majta e kapitenit, shkon jashtë. Goditje e mirë, pavarësisht distancës jashtëzakonisht largët. Kontrolloi mirë trajektorën e portës Ruçi. Janë parë Dobi. Vjen pas eksperiencës në Poloni tek Gornik Polkovice, skuadër që e ka drejtuar dhe përpara se të vinte tek Kuksi. U rikthye sërish tek ajo skuadër, ka drejtuar dhe Vidzej Loc në Poloni, kryesisht atje e ka shtrirë karrierën e tij të trajningut. Zuna për vend të largoj. Jo siç duhet, luve njësori përket Teutës. E pamit që vjen nga tribunat, një pjesëmarrje konsiderueshme sot e Miko Devana për Gjoni. Shmang mirë u dhe i shtopin sakë pas një shëndër pasimi, goditja jo siç duhet. E Fadairës vijon aksioni, Ruçi bllokon. E më pas topi prekur me dorë nga Albi Doka. Kënaqur që nuk u shfrytëzua siç duhet ky aksion shumë i bukur, iniciuar nga ky gest i bukur teknik i Përgjonit dhe Fadairo, që kishte pak a shumë një penallti në lëvizje. Nuk u diti siç duhet dhe Doka u bllokua më pas nga një kënd shumë i vështirë Doka. Ishte më thjesht për Ruçin për ta bllokuar. Ka një faul në mesin e fushës nga ana e Tolit. Sezonin e kaluar pjesë e Dinamos. Tjetër pasimi i gabuar për Gjoni. Boçi zhvendoset qendrën dhe pas pasimi shumë i mirë për Fadairo. Shkon jashtërisht. Çfarë shansesh po shpërdoron skuadra e Teutës. Nuk e beson syve Dobi.
njëherë Boçi e tashmë Fadajro që u shërbyen në mënyrë perfekte nga Sebastian Gonzalez, që në lëvizje shumë bukur të një sulmuesi shumë të mirë, më pas Fadajro i vetëm me Ruçin, ndoshta edhe mund ta shmangte përvoj kotike me pjesën e jashtme të këmbës dhe përjetimi. Nga e dobit sigurisht me drejt, po shpërdoron shumë Teuta e tij. Karica. Përvon nis Luis Felipe, por ishte shumë i fortë ai pasi një minuta që flasin të gjitha për Teutën. Cotobelli. Joel Macholi. Përvon dëshmë me topin i gjatë drejt mesit fushës. Duhet që fitohet nga mesfushorët e Vorës, por Karica në vështirësi. Shakton faul dhe Dokës. Si njeriu i ndeshjes dhe Tiranës, Bernard Karica. Për Gjoni. Toli. Nuk i dele i vertikalizimi i dele kishte të mirë për të shërbyer Fadajro. Joel Macholi. I lehtë i lexueshëm pasimi i tij, por Teuta sërish me pak fat në zotrim të topit, nuk është vëzhguar siç duhet vijimsinë atij aksioni. Topi është prekur nga gjyqtari Vrapi dhe do duhet të kthehet edhe një herë tek futbollistët e Teutës. Ka qenë tyrja prekje e fundit. Bellaj duket si pak kënaqur me mënyrën se si po rrjedhin gjërat deri tani. Skuadra e tij po vuan, që është e vërteta. Këtu përpara ka qenë pozicion pa rregull të Sebastian Gonzalez. Është ndërhyrje stafeve mjekësore për dy futbollistë dëmtuar. Shoh dhe një kjo është përplasja mes të dyve. Kasalla. Vora. Kemi lënë pas 21 minuta loj me Teutën që ka qenë dominuese me dy raste pastra shënimi. Vion 0-0 dhe dueli tjetër mes Elbasanit dhe Dinamos. Kjo javë e tretë superiores, prodhoi dje rezultatet Bylis Ignatja 0-1, Tirana Flamurtari 1-1 dhe Vllaznia Partizani 4-1. Janë ngritur tashmë të dy futbollistët
për fat asgjë serioze, por në kokën të fshuar. Disi më e lehtë situata për Mucho Bocci, ndërsa Henry Zuna dëshmon ka të fashuar kokën. Gonzales ndalet me faull dhe kartoni verdh. Është i dyti brenda pak minutave, ndëshkohen të dy mesfueshorët e qendrës, pas Dalibit edhe Faz Lagic tashmë për vorën e Belajt. Kthyer sakt, eviton rrezikun Doka edhe më prapa tek Selmani. Ka hapësira dëshmë për Albi Dokën që mund shty përpara vet. Maccioli. Cotobelli. Provon me këtë shërbim drejt për Gjonit që shkoi furishëm të kundërshtari, por e menaxhon siç duhet atë situatë. Henry Zuna duke mbrojtur këtë rivënje fundore. Dajan Shei. Maccioli rrotullohet mirë. Avanzon mirë Albi Doka, lë pas kundërshtarit, më pas krosimi drejt zonës. Ergohet nga Repaj. Nxitohet Vora, nuk po të del dot në lojën e saj, mbet shumë shpejt topin. Vidal, Doka. Prapa tek Zhongo. Maccioli. Zhongo dhe njerë. Toli. Cotobelli. Prapa tek Selmani. Toli. Kombinime të mira Vidal. Shet lirë për Gjonin, e gjen sakt. Bocci.
Pasimi drejt Fadairo. Edhe njerë bukur drejt Mucho Bocit, më pas shtrëzuar nga përplasje me kundërshtarin. Delshi i largon drejt mesit fushës ku Luis Felipe nuk vihet dot në kontroll, por as nuk ja ka dalë madje të fitojë një rivenjë anësore. Është i vetëm në shumicën e kohës përballë dy kundërshtarëve. Nuk po ndihmohet shumë nga skuadra. Ka dhe pak tension mes Karicës dhe Dokës që ka filluar shumë minuta më herët i therrët të dy pranvetës. Gjyqtari Karica duket më nervozuar. Konsultohet me ndihmësin e tij Bledarodo. Dobi deri tani vetëm goli i ka munguar të rrugës së tij. Parashitje pozitive. Luis Felipe prapa. Topi më në qendër, Kasalla, Luis Felipe mes dy kundërshtarëve. Vrapi. Shehi. Zuna. Fiton këtë rivenjë anësore. Repaj. Vrapi. Edhe njëherë tek Serian Repaj. Ruçi shkelmon. Mbet topin Vora. Zhongo. Shkoni pasimet shumë të mira. Vidal. Macholli. Pasimin krah tek Përgjoni. Kërkon mirë topin Boçi, më pas provon ta kthejë drejt qendrës, bllokohet. Do të kemi goditje nga këndi pas devimit fundit të Faz Lagić. Të këndi Vidal. Vjen Arkimi. Me kokë ditja topi devijuar, autogol 1-0 Teuta. Zhbllokohet sfida, devijimi i Zhongos fillimisht është devijuar më pas nga një futbollist i Vorës. Minuta e 32 me plot merit shkon te goli skuadra e Teutës. Mjaft mirë Vasil Zhongo.
Kërësimi i Vidal, goditja e Zhongos, devijimi i Dajan Shehit. Kemë përshime që duke qenë se goditja me kokë e Zhongos ishte drejtuar drejt portës, duhet parë nëse ka qenë e gjithë goditja në trajektore të portës, e në mund shuhet gol. Por sigurisht patët devijin të Dajan Shehit. Do është ai top mund të shkonte në rrjet, ndalje nga portieri. Me kokë Zhongo. Shkakton këtë faull tashmë. Kemi dëshme këtoj goditje dënimi, distanca është të largët me gjas. Do të kërkohet shfrytëzohen shtatlartët e Vorës, dy qendrat e mbrojtjes Repaj dhe Shehi. Dhe portën Karrica, vjene djatha potente, shkon jashtë. Bernard Karrica. Tu rrezikon shumë toka. Duelin me Kasallën. Fundja ka dalë, fitojnë një rivenjë ansore. Fadajra. Lesak për Vidal. Tolli. Për Gjoni. Tolli prapa tek Zhongo. Topi drejt Fadajras. Provon gjejnë qendër Sebastian Gonzalez, pak me forcë që duhet dhe i shërbimi i tij. Zuna. Nis me shpejtësi i bardhi, më pas Kasalla, humbet topin mes dy kundërshtarëve. Vidal, shikoni sa bukur e gjen Gonzalez, edhe një herë për Vidal, to kombinime tejase. Fadajro në qendër. Një mëkat që ky aksion nuk konkretizohet siç duhet, gjithsesi vijon të jetë Teuta këmbgulse me tokën, më pas si e shperon imagjinatën me goditjen nga distanca tërësisht për t'u harruar, por sa shumë cilësi ka aty në metrat e fundit skuadra e Teutës me Vidal, Gonzalez dhe Fadajro, kombinimet po jep frytet duket shumë shpejt Mercato.
Shehi. Zuna. Ka një faul dëshmë. Dhe një karton verd për Gjonin. Goditjen fytyr Patrik Bardhi. I afrohemi pak e nga pak minutës së 40, sfida vendoset nga autogoli Dajan Shej në minutën e 33. Vjen drejt në port, pa shqetësuar shumë Selmanin. Për më njësë me njerë Albi Doka në Fadajro ka avancuar. Vjen dhe Vidal, Doka provon gjej Fadajron. E merr mirë topin, por ka humbur disi energji me vrapimin e shpejt. Provon të arsyetoj për gjetur një pikë pasimi dhe vonohet shumë. Në fund e largon topin jashtë vijës sensore për t'i ardhur në ndihmë. Kam përshtypjen kam mbetur i dëmtuar Doka në lojën pa top. Ka pasur një faul, i cili është edhe ndërshkuar me të verdh nga gjyqtari. Ndoshta nga i përsëriti kuptojmë diçka më qartë. Kush e shkaktoi faulin ndaj Albi Dokës? Edhe një goli, ose më saktë autogoli i Dajan Shejt. Duhet ndroj duar dëshmëri vënjësore, ka gabuar Doka. Zuna në krahun e djathtë. Pasimi mirë këtu për Patrik Bardhin, vjen harkimi drejt zonës shumë i fortë. Karica provon ta kthejë në qendër, më pas qendër sulmuesi që bllokohet Luis Felipe, nuk mundi dot të godiste. Zbritje e shpejtë e Vorës. Provon të shfaqet dhe ajo të reagojë. Edhe në momentit kota pretendimet e Luis Felipes. Zero me zero vjen rezultati, sfidën tjetër mes Elbasanit dhe Dinamo City, ku Nasser Ali është ndëshkuar me karton të kuq. Shehi rikuperon shumë shpejt topin të Uta. Ishte gjitha e saj, kjo pjesë e parë, Albi Doka. Fadajro.
Kotobelli. Për Gjoni. Pasimin qëndër, Maqolli. Lëviz bukur. Vjen Doka nga e djatha. Provon të shmang vrapin Albi Doka. Karica provon të rikuperoj, por është i pafuqishëm për të bërë diçka më shumë me Maqollin që ja vjedh thopin. Zhongo. Doka. Nuk i dele i pasim drejt Muço Boçit, por edhe njëherë të uta me Boçin. Doka ka hapësirë, mund të kryesoj, afrohet Karica për të shqetësuar, vjen Arkimi. Më pas Patrik Barti nuk largon siç duhet, Zuna fiton duelin me Boçin, me zvështirësive e largon në rivendje anësore. Boçi. Për Gjoni. Prapa te Kotobelli. Zhongo. Edhe njërë Gjoele Maqolli. Zhongo. Kotobelli. Sakto kombinime. Boçi. Shmang mirë kundërshtarin, më pas provon me krosimin drejt zonës, shkon drejt e nduar dhe shkëlqen Ruçit. Boçi provon ta udhëheq mirë, më shpejt se Zuna. Hezitoi për të krosuar, për të përforcime. Vidal, është Toli. Tashmë është Vidal. E top nuk e ka kaluar vjenësore, po, nuk e ka kaluar. Tre minuta shtesë në fundin e kësaj pjese të parë. Kryesisht prej përplasjes kokë në kokë. Ku Zuna vetëm i dëmtuar. Vetëm rivendje anësore tashmë. Vjen Arkimi, largohet me kokë. Kotobelli. Maqolli. Doka. Prekja e fundit e vrapit. Fatairo. Provon tashmë skuadra e Vorës, por me forca të pakta nuk del dot siç duhet në Kundusul.
rivënjësore për miqt. Është shansi i fundit dëshmë, episodi i fundit i kësaj pjese të parë me Patrik Bardhin që do të provojë ta hedhë topin drejt zonës. Vjen topi gjatë i tij, nuk mund bëj asgjë. Dajan Shej nuk e gjendur siç duhet kohën topit. Dhe tashmë vjen këtu sinjalizimi final i Daniel Vrapit mbyllet 1-0 kjo pjesë e parë mes Teutës dhe Vorës, ku pam një Teut vërtet shumë të mirë që me plot merit shkon në dhomat e zhveshjes me avantazhin e një goli decisiv minuta e 32, ku ishte një autogol më saktë i Dajan Shejt pas goditjes së Zhongës. Një pushim i shkurtër me ishte RTSH2 dhe pas pagu kemi sërish bashkë me pamjet nga pjesa e dytë. Pak të minimalisht dy ishin rastet pastra vetëm për vetëm me portierin. Vjen sinjalizimi i Daniel Vrapit, nis kjo pjesë e dytë me topin e parë që e luajnë miqt me Zunën. Ruçin Port, Zuna, Shehi, Repaj dhe Vrapi në mbrojtje, Dalipi dhe Barjamaj të shumë mes Bardhi, Kasalla dhe Karica në mbështetje të Luis Felipes tek skuadra e Vorës, ndërsa vendesit me Selmanin, Doka, Zhongo, Kotobelli dhe Përgjoni, katërshia e mbrojtjes, Toli, Maçolli dhe Vidal në sfush, Fadairo, Gonzales dhe Boçi. Treshja e sulmit ka mbetur i dëmtuar tashmë Karica. Ka një karton verdh të shumta protestat. Ky është momenti i kartoni verdh është për Tolin. Ka qenë ai që ka shkaktuar faulin. Erdit Toli. Topi Jurgen Vrapi. Vjen energjimi gjatë drejt sulmit. Shehi sponda me kokë. Pas Përgjoni ndorim për një moment se dhe përvon dëshmë të largoj topin nga zona e tij del mban, por duke nxjerrë rivënjë anësore pa shërbyer dot për Boçin. Luis Felipe i del triplimi i parë, por pas nuk ka asgjë sipas gjyqtarit Vrapi. Fiton këtë faull Teuta dhe ka mundësi dashmë për dalë përpara. Topi drejt Fadairos shumë i fortë i gabuar, nuk e mbrin dot ai. Dalipi. Shehi. Repaj. Vrapi nxitohet në pasimin e tij Vidal. Doka me kokë pas Repaj me Karicën që gabon në fund.
pas Kasalla për Bariamaj. Patrik Bardi. Zuna. Prapa dhe njërë tek Bariamaj. Sërish Bardi. Përvojt kërësonte, blokohet. Duhet mjaftohet me rivë njënësore. Saktë Zhongo. Deri tani ndeshja vërtet shumë e mirë. Prabavije ka zëvendësuar në lartësinë e duhur Yazgjin. Repa e kem prapa te Gruçi. Pak a shumë dhe starti kësaj pjesë e dytë është ashtu si ai pjesës parë ku ishte Vora, që kishte më shumë shekullim topi minutat e para, por më pas që pas minutës së 10 gjithçka foli për Teutën. Gabuar Zuna që ka dalë bashkë me topin një zhvije sensore. Pasimi drejt Fadajros. Një për një me vrapin, me vjen Albi Doka për të ndihmuar. Edhe njëre kthen tek Fadajros. Zona e kryesimit që vjen qëndër me kokë. Jo siç duhet Sebastian Gonzalez. Mes vështirësive larguar Dajan Shehi. Përbën dhe njerë Vora, kombinimet mira Bariamaj. E mbron mirë topin më pas Kasalla. Karrica. Zhvendoset më në qendër Karrica e djatha shkon jashtë. Fadajra. Është shumë problematik për mbrojtjen e Vorës. Kasalla këtu, divizia e bukur e tij ka faul. Vrapi. Provon që Luis Felipe në vështirësi. Në mbet topin. Markimi rrep të Kotobellit.
Këtu Fadajro ka shkaktuar faull në sulm, dorat e kundërshtarit të shkohet me karton të verdh. Kja bërshje një pasim të thjesht. Bardi, në mbet topin. Zhongo. Albidoka. Prapa Zhongo. Kotobeli. Në presingun e Luis Felipes luan prapa. Saktë edhe njerë Selmani për Vasili Zhongo. Gaboj Gonzales, Toli provoj të rikuperonte, por i dhe njësori për këtë Vorës. Karica. Gjenë mirë Kasalën. Ardhin e vrapit vendos shërbej për Karricën me vrapin që nuk e ndjek aksionin. Vrapi provëgjej Karricën. Qëndron gjitur Doka më pas këmbgulës drejt Maçollit. Karica që luan prapa me Selmani që shkelmon drejt mesit fushës. Rivënjë Ensori për këtë Utës. Si pa kuptuar, ka ngaluar 11 minuta nga kjo pjesë e dytë. Pa raste të rrezikshme nga dy skuadrat. Toli për Gjoni. Toli. Pasimi sakt Vidal për Maçollin më pas Fadajro. Me të sparën provoj të linte për Dokën. I vëmendshëm Repaj që largon edhe një herë Teuta. Maçolli, kombinimet mira, Ardit Toli. Pas pasimit i drejt Boçit, provoj ta kthente në qendër. Devijim nga prapavia e Vorës, do të kemi goditje nga këndi, por një aksion shumë interesant i Teutës me ato kombinime në zona ngushta. Vjen reagimi i Vidal, i ullet shtullën e parë më pas në rrëmuje si për nxirret një zona, spastrohet rreziku. Maçolli. Albidoka. Fadajro edhe njerë për Dokën, mjaft mirë kombinimi mes të dyve, nga mbeti dëmtuar Fadajro. Vjen krosimi me kokë. Çfarë shansi? Sebastian Gonzales. Tjetër aksion shumë i mirë i Teutës. Ky është momenti i fallit dhe Fadajro është ndëshkuar me karton të verdh. Jurgen Vrapi la fillimisht avantazhin gjyqtari, më pas në përfundim të aksionit ndëshkoi Vrapin. Luis Felipe kthe prapa.
Dalipi. Bardhi. Pasimi drejt zonës, vjen qëndër. Zona ishte mbi populluar, por zona nuk shërbeu asnjë për 3 fanellave të bardha. Kemi pasur dhe pozicioni jashtë lojë gjithsesi. Ligjia propozon momentin e ndryshimit me karton verdh të Jurgen Vrapit. Pozicioni jashtë lojë sërish të rrallë tek Teuta. Repaj. Gabon Vora për Gjoni. Brapa tek Selmani. Zhongo. Volgje Fadajro lësërisht avantazhin gjyqtari për Vidal. Është i lirë në qendër, Gonzales preferon pasimin drejt Mucho Boçit. Ide e mirë kjo e Vidal. E mbrit topin Boçi. Afrohet Toli. Preferon pasimin më prapa tek Përgjoni. Vidal i aputh topit, nuk kuptohet nga Maçolli. Tashmë nxirret topi jashtë pasi kanë mbetur të dy të shtrirë në fush pas asaj përplasje Vrapi dhe Fadajro. Të dy janë dëshkuar me kartonat verdh në këtë mbrëmje. Po mendon me gjas sërish ndryshime. Erjan Bellaj. Gjithë kohës në mbështetje. Përën të mbajnë të karikuar skuadrën tifogrupi Ultras i Teutës. Deri tani gjithçka po shkon siç duhet për skuadrën e tyre. Drejt 3 pikëve të para, pasi e nisën me barazimin ndaj Partizanit, ndërsa kujtojmë që do të luajnë mesjavë mërkurën. Duelin e prapambetur përballë Dinamos. Luhet në orën 15. Sigurisht do të keni mundësi ta ndiqni në RTS Sport. Ndërsa më pas në fundjavë Teuta do të pres Vllaznin të dielën. Pra në harkun e 7 ditëve luan 3 ndeshje në shtëpi, edhe për shkak të asaj të prapambetur, kalendari i jep mundësinë për të marrë pikë të vlefshme në klasifikim për të shfrytzuar faktorin fush, por sigurisht niveli i vështirësisë së ndeshjeve rritet, kalon nga Vora tek Dinamo e më pas tek Vllaznia. Ndërsa skuadra e Vorës do të presë të dielën orën 16 të Flamurtarin. Janë dy skuadrat e sapo ngjitura në elitën e futbollit shqiptar. Topi rëmbyer Gonzales. Vjen Fadajro nga e djathta, nuk e sheh Gonzales. E le për Boçin që provoi. Ishte Vidal ndjes që provoi me njëherë ta dërgonte topin drejt shtyllës dytë për Fadajron. Ndërsa po të ishte pak më i vëmendshëm Gonzales, nuk krijonte një shans pas të goli
skuadra e Teutës. Fadajro po vinte tërësisht i lirë në krah. Boçi, Gonzales me zvështirësive e ruan kontrollin e topit, pas zhvendoset drejt krahut djath Albi Doka. Prodhon me krosimin drejt zonës, largon Dajan Shehi. E më pas faulli Dokës. Me Karricës provon të nxitojë skuadra e Vorës me Kasallën këtu. Doka, kartoni i verdhë është i pashmangshëm. Erdhi furishëm duke marrë përpara kundërshtarin. Shumë kartona të verdhë në këtë përballje, duhet thënë gati Wallace tek skuadra e Vorës. Sfidën tjetër edhe Elbasani është bllokuar, ka realizuar me Bunjakun. Largohet Karrica për Wallace, pa lënë shenjë sot njeriu i ndeshjes ndaj Tiranës. Karrica e vuajti duelin, ashpërsinë e duelit me Dokën, që është tashmë një ekspert i kampionatit me shumë përvojë. Janë plot 8 kartona të verdhë deri tani. Tjetër faull të rrallë ndaj Zunës. 4 kartona të verdhë në pjesën e parë dhe 4 kartona në pjesën e dytë, por jemi vetëm minutën e 65. Toli, Macholli, Gentlir Dokën krah. Pasimi për Fadajron. Macholli për Vegnistat Dokën. Shumë i fortë ai pasim. I pamplitshëm dhe Doka. Dalipi Wallace në kontaktin e parë me topin. Luis Felipe i markuar mirë nga Zhongo. Deri tani asnjë gabim jo dyshja Zhongo Kotobelli. Asnjë shans Luis Felipes për të qenë paktën një herë i rrezikshëm për Selmanin. Sakt këtu Kotobelli për vend të nxjerrë skuadrën përpara kapiteni. Pasimi drejt Fadajros, sponda e tij për Sebastian Gonzales. Është i fortë fizikisht Gonzales. Vjen Macholli në mbi pozicion, por pasimi jo siç duhet. Ne kemi vetëm rivënie fundore. Boçi Vidal me të parën. Për Gjoni që nuk e priste aty pasimin. Është ndeshja e parë, por Vidal duket sikur ka një jetë që luan me Teutën. Duket qartë që ka një potencial të madh teknik në këmbët e tij. Deri tani ka justifikuar plotësisht atë që thamë në fillim të ndeshjes, që ai ka vlerën më të lartë të kartonit në transfer market. Gati Giulio Tabaku, edhe ai rikuperuar nga dëmtimi, do të marrë minutat e para në këtë sezon të hapjes superiores, kapiteni i Vorës. Tjetër faull. Nuk është aq e bukur sa e para, kjo pjesë e dytë mbizotrojnë duelet, ndërhyrjet, kartonat.
duhet bëj kujdes Dalipi pasi ka një karton verdh. Ishte i pari i ndeshkuar i kësaj sfide. Maçolli, pasimi saktë, Toli e lë bukur për Fadajrën, që rrotullohet, por nuk e mbylli trekëndshën me Tolin. Do të mjaftohet vetëm me faul për vend të elektrizojnë tashmë atmosferën dhe më shumë tifozët e Teutës këtu Kasalla saktë në ring. Pas provon t'ia vjedh topin nga pas Vidal, nuk e del dot. Lëviz bukur Kevin Dalipi, Wallace zhvendos lojën në krahun tjetër ku ka shumë hapësira. Barjamaj për Gjoni saktë për Tolin. Do mbet topin shpejt skuadra e Teutës. Ky krosim që bllokohet, do të kemi rivën janësore. Momenti i zëvendësimeve. Do të largohet numri 11 Patrik Bardhi për t'i bërë vend Tabakut. Tek Teuta është aktivizuar Mizor, Jakub Mizor, shohim kush është larguar për t'i bërë vend. Lojë ndalur për pak qaste me gjas sepse duhet të pastrohet fusha nga tymi i flakadanëve. Sigurisht nëse nuk krijon problem për lojtarët në fushë, nuk është hedhur akoma, nuk është kryer ende zëvendësimi, duket se ka tërhequr për pak qaste polakun Dobi, siç po thoja. Diçka e tillë me rreth e tymit krijon problematika për sistemin VAR sepse mund ndodhi një episod në zonë dhe më pas nuk mund duket qartë nga rishikimi. Gjithsesi tashmë rreth e tymit po largohen. Me lojën që rifillon. Fadajro nuk e ndoj që ndoshta me intuitën e duhur në këtë moment Vidal. Rivën janësore i përket Vorës. Pasimi gabuar tashmë përveç polakut Jakub Mizor, do të jetë dhe Ergis Arifi, do të jenë 2 zëvendësimet e Enkeli Dobit. Tu Maçolli disi vështirësi, por arrin të largoj topin. Luis Felipe. Top drejt krahut me Përgjonin që e shmang mirë mbulimin e presingun nga pas shpinë të Tabakut. Kotobelli. Gonzales. Shumë larg portës i zhvendosur në krah për ndihmuar. Tashmë është momenti i zëvendësimeve. Largohet Fadajro. Fadajro dhe Maçolli janë 2 futbollistë
pasi që Fadajri i bën vend në krah Jakub Nizor. Dhe është Vidal. Dhe Maçolli ndjes ai që bën vend për Arifin. Ndeshje mirë për të dy. Edhe Vidal dhe Fadajro marrin komplimentet e dobit. E duar të kitet e publikut shumët vendas në stadium sot. Ka pretendime këtu për top të pregur me dorë, nuk është i ati mendimi. Gjyqtari me njerë pasimi për para mbyll mjaft sakt Repaj. Barjamaj. Dalibi sakt edhe njerë për Mario Barjamajn. Kërkoj shërbej Kasala, ke bëri diçka të tillë. Pas kryesimit drejt Felipes, me për Gjonin që lërgon, mbetet ende aty në sulm skuadra e Vorës me Zunën. Lërgon shtyllën e parë kapiteni Kotobelli, goditja nga këndi për miqt. Vjen rregimi drejt zonës i rrezikshëm, shkon rjet. Barazon, skuadra e Vorës me Giulio Tabaku. Minuta e 76. Nga zhvillimet e kësaj këndoreje. Tabaku i sapo futur në fushën e lojës. Duke se ndan festën dhe dedikimin për këtë gol e ka për drejtorin sportiv. Pasion Dragaic. Feste çmendur tek skuadra e Vorës për këtë gol i arritën lojën gjatë pjesës së dytë. Sigurisht Benjamini i tifozërisë së Vorës ka qenë me skuadrën për gjatë gjithë etapave të ngjitjes së saj në Super League. Edhe një dedikim më pas për Francesco Hasen që ka mbetur i dëmtuar rënd. Ja tek është në atë duel ndaj Partizanit. Zhongo. Top i gjatë drejt Jakub tu, kontakti. Ka penalti. Duhet ta shohim, ndoshta për gjyrën e kartonit janë gjitha protestat. Pretendimet janë për karton të kuq, por kjo pak rëndësika sepse vrapi 6 i ndëshkuar me karton të verdh. Por do duhet ta shohim edhe një herë si realizimi nëse kontakti ndodhi jashtë zone apo brenda. Kontakti është jashtë zone, nuk do kemi vetëm goditje dënimi dhe mbetet me 10 futbollistë skuadra e Vorës. Dukshëm kontakti ka ndodhur jashtë zone, megjithse në plan të parë, duke qenë se vijon e gjithë rrëzimi në zonë, krijon iluzionin e një penaltie. Gjyqtari ka marrë vendimin e saktë edhe nga këndet e përsëritura i jepet të drejtë në fakt.
ndoshta e gjeti të papërgatitur Vorën ende duke festuar golin ky moment, ai top i gjatë nga pas shpine u shkëput me njëherë polaku Mizor. Pas duke bërë gati Segerso Gecin, një mbrojtës i majt, se ndoshta tashmë mund sakrifikoj dhe një sulmues, paktën një nga reparti sulmues Bellaj, për të menduar vetëm për të mbrojtur këtë barezim. Fillimisht do duhet të shpëtoj nga kjo goditje dënimi shumë afër zonës ku Përgjoni mund të provoj direkt edhe portën dhe ndodh pikërisht kështu është larguar qendër sulmuesi Luis Felipe për t'i bërë vend Segerso Gecit, cili do të ngolojë vendin e lënë bosh nga vrapi. Përgjoni dhe doka tek topi. Niset Përgjoni, vjen goditja, shkon jashtë. Lëvizje butu e Boçit për pas lidhje njësori përket të Utës. Tashme ke përshtypjen e kuptueshme që të gjitha minutat e mbetura do të luajnë në gjysmëfushën e Vorës me të Utën që do të provojë të shfrytëzojë faktorin numerik në fushë, por ama duhet bëj kujdes me kundërsulmet për të mos lënë shumë hapësira në prapavi Repaj. Doka. Këngulës këtu Mizor shkakton faul. Në fush Mario Beshiraj. Është një ndrim kok më kok, largohet Gonzales për Beshirajn. Wallace fiton këtë nivel janësore. Ka probleme edhe për Repaj.
Casella. Shkëton faul. Dhe ndëshkohet me karton të verdh Wallace për Wallace e loje pengim dhe kundërshtarit për nisur aksionin. Një lumë kartonash verdh. Në këtë sfidë sigurisht me kaq shumë kartona të verdh nuk mungonte dhe i Kushi. Me vrapin që u largua nga fusha pak minuta më parë me 2 kartona të verdh. Me kokë Shehi. Mes disa kundërshtarëve e delin banë Barjamaj që të fitoj këtë rivënjë anësore. Shehi. Largon pa adresë, duke dhuruar këtë rivënjë anësore. Doka. Mizor prapa. Toli. Kotobeli. Vjen rëkimi drejt zonës pozicional Repaj që e nxjerr për aty më pas Zuna që e largoi si të mund, ai top nuk e kaluar për devijasën anësore, vijon aksionin Teuta që humbet tashmë topin. Këto duele dhe ka një faul të Wallace. Kemi dashmë këtë goditje dënimi. Vjen arkimi, Shehi me kokë largon. Doka përvon ta kthejë edhe një herë në qendër zonës ku Tabaku largon, por ka pasur edhe një pozicion jashtë loje. Duke se ka humbur edhe kthjelltësinë në ndërtimin e aksioneve të Uca. Nuk ka prodhuar pothuajse asgjë në këto 8 minuta që luan me një lojtar më shumë. Largohet Mucho Bucci për t'i bërë vend Renaldo Torreit. Edhe njerë dukshëm pozicion jashtë loje si Beshira, jashtu dhe Kotobeli. Me topin që shkoj drejt Beshirajt. Kemi orë tashmë në minutën e fundit të
kësaj sfide. Për Gjoni. Kotobelli. Zhongo. Provon me shërbimin e sërish pas shpine, por këtë rast shumë i forte i top për Jakub Mizor, që nuk e mbrin dot. Lykon të fitoj sa më shumë sekondat mundet, shkelzen Ruçi. Gjash minuta shtesë në fundin e kësaj sfide. Duelin tjetër, rezultati 1-0 për Elbasani në Vion, minuta e 85. Kujtojmë që pas përfundimit të sfidave do të jemi në RTS Sport me super gol me Enes Karçon, me analizën e të dyja sfidave dhe intervistat e protagonistëve, ndërsa mos harroni në 22:30 rubrika sportive me Gerta Sakon për një analizë më të përmbledhur për gjitha sfidat, për gjithë çka prodhoi kjo javë e tretë e A-Biznes Superiores. Arifi. Kotobelli. Torre në kontaktin e parë me topin. Provon zhvendosin qendër, më pas Harkimi me të majtën, largon si gjithmonë shtatlarti Dajan Shehi. Zhongo. Albidoka. Mirë për Jakub, vjen Harkimi me kokoditja, shkëlzen Ruçi, i thot jo. Nuk ishte forcën e duhur, Zhongo përpaksa në të bënde herojnë absolut të kësaj sfide. Harkimi shumë i mirë në zemër të zonës me Zhongon që pasi detyroi Shehin të realizon të autogol në pjesën e parë, tashmë mund shëron të vetë dhe rrjedhimisht do të ishte ai njeriu i ndeshjes pa dyshim. Por nuk i dha forcën e duhur goditjes. Këtu nuk ka asgjë, vetëm rivënie fundore dhe pak tensioni tepërt në fundin e kësaj sfide. Gjyqtari thret pas vetes, shohim kush do të shkohet Repaj apo Geci tek skuadra e Vorës, Mizor tek Teuta dhe ndërshkohet Repaj tek skuadra e Vorës. Mizor dhe Repaj shojnë emrat e tyre në listën e gjatë të kartonave të verdhë në të duel sotëm, që po shkon deri tani pa fitues. Këtu ka një karton verdh për shkëlzen Ruçin. Por fare mirë ka hyrë dhe rregulloria e re në fuqi që fakt ndodhet në kampionatet europiane, që nëse portieri e vonon më shumë se 8 sekonda rivënie fundore, akordohet goditje këndi për skuadrën kundërshtare. Doka është ezauruar më shumë se gjysma e kohës shtesë të akorduar. Zhongo. Torre, vjen Harkimi drejt zonës.
Kemi rivënjë ansore, e merr me qetësinë e duhur Geci. Kasalla këtu, pasimi drejt Wallace-it, por dalja e Gentian Silmanit eviton rrezikun. Tabaku. Topi larguar nga zona. Në zonë ku ndodhet i vetëm Albi Doka. Selmani dhe njerë për Dokën. Zhongo. Pasimi drejt Kotobellit, i fton të shtyjmë gjithë përpara, të afrohen në zonë. Do të shkojë dhe vetash me kapiteni që është shumë i fortë në luftën në ajër. Toraj. Ende nuk është hedhur i top drejt zonës. Tashmë vjen krosimi, largohet me kokë nga Dajan Shej. Shumë e vështirë për diçka në luftën në ajër, dy qendrat e mbrojtjes fortë në luftën në ajër tek Vora, Shehi dhe Repaj. Pak sekonda nga fundi i sfidës, Albi Doka nxjerr tek Majta, humbi shansin e kryesimit. Zhvendos lojën krahun tjetër. Për Gjoni. Duhet nxitoj Toraj. Macholli. Provon të topin drejt zonës për gabon tërësisht të qonë drejtën duart e Shkëllxhen Ruçit dhe mbyllet këtu sfida në barazim 1-1, nuk ka fitues.